Zotri Haradinaj, kem pak të ditët e fundit që të ka laku edhe emri për president. Nëse Ramush Haradinaj e zhblokon gërçin e presidentit, a je gati me e pra nuk i cit? Përshëndetje miq të dashur, mirë se vini të ta ngellin në analizë. Shkojnë me në radhës Ramushi për president. Qytetari edhe une në fund japi përgjigjen. Mirë po edhe gjatë videos do i përgjigjen pak a shumë Ramush Haradinit. Edhe po duhet për me kuptu video miq do të ngu deri në fund, se në fund qytetari jap përgjigjen pak ma të saktë se une. Kështu që shkojnë video miq e të diskutojmë së bashku. Jo, nëse opozita pra në Kosovë, ishë opozita në këtë rast Aleanca, LDK, PDK do të kandidojshin, do të shurtojshin mundësinë e kandidaturës nga opozita. Ramushi nderuar, unë për vete absolut nuk kam sen kur gjë personale me ty. Unë thjesht po kritikoj, sepse për më bo president Ramush, o duhe punu pak ma ndrysh. Menimi jem. E dyta, ti e ke dhonë dore që për partis për arsye më bo president. Këto popull e din, kjo doket për havaje. Nuk dhe ti bash rasisht dore që për partis tonë, që ke formu vetë, ke kon lu vetë, gjitha sendi ke bo vetë. Edhe për dërzon që ashtu veç hajt, unë për veti si da nuk e besoj. E dyta, për më bo president Ramush nuk e di qysh me të besu ti populli edhe opozita. Por këtë fjallë po foli për opozitën. Kur ti buri dhejot, e fale qakorel. Fashe pare me thas, ka 50 milion, fabrika të tujte, për filma, tjera, ku me të besu që nesër vjen president prapë e falin sa në vdo. Unë prapë të thash, unë s'kom kur që kundër të e, mos e bazot, absolut, më më taku e pi kafe 5 parë se e për atë punë, amo kjo është kritik e shnosh. Si mundesh me kërku për shanë për president, kur ke bojë gabime qatë rrugtimit, kur e konë qeverisje. Vetëm këto, nëse kine përgjigje vëlla, mundesh me jo mu, po popullit me ka kallëzu. Shkojnë miq? Kuptohet, Kosova është sfida të mëdha, në vështirësi të mëdha. Kësha shërtuar, pra nëse opozita më propozon në rast e një gare për president në seancë, e kësha shërtuar, a me kandidua ja. Jo dini u s'kam qenë kandidat për president, nuk jam edhe sot kandidat për president, por nëse opozita, nëse ata në cilë i kem përtu qytetarit, esin për para të dhenit, e kanë këte opcione e shërtaj. Ramush, une për veti si dalë, po fole, ka probleme besu këta që ti nuk den edhe nuk, që ti andër e ki më bu president. A s'kom kur gjo, absolut. Po të jap një mendimin tem, prap gjithmonë po dhe mendimin tënë, se kjo në fund ti ke vepruhe. Po ti mas pari nuk u du me një politikë që Ramush për me rujt autoritetin tonë. Ti o du me shku në shtri, edhe gjithmonë e ke pas për popullit kështu. Historia ki shkru. Hynë në politikë, okej. Hynë në politikë. Por në politikë, gjatë këtë rrugtimit, o du me pas historikun e mirë. Ama të pe fillimit deri në barim, historikun katastrofë. Me keshale për thonë që është problem për president. Presidenca dhënë tjetër njeri, tjetër nivel. Unë në ashtë zdita më të spjeguj, po shkojmë ishte ndëgjojmë pak qytetare se çfarë thot. I nderuar Musa, a jeti çfarë po mendon për temën për sonte? Kush do të ose presidenti i Kosovës dhe kush do të zgjidhet? Unë menoj kështu korab. Po dëgjojmë. Masi veç po dufka me kon ushtarak edhe me kon luftat herpi propozoj vetë vetën. Jam pe atyne që jam kon luft, po nuk jam pasunu në emën 3 shkronave të qëkës. Nuk jetoj në lazën Marikon, konton e kam 0-0 atje tybe s'di sa i kam një 20 euro në konta si kam hesh. Më fani veç. Ramush,
Nëse pe kupton, pe di shumë mirë se çfarë po të më thonë ky zotëriu. Nuk pe njoh fare absolut. Nëse pe kupton, në rregull jam. Kjo jo vetëm për ty, po për çdo njonin. Si komandant që jën shef mastri Gjerma Tuçekës. Nuk e përfituar asgjë. Absolut, jo s'kom përfituar kurrë, e meritoj. Edhe anglishtën besoj që e flas deri diku më mirë se Ramushi Hashimi, pse unë mos më kon president. Masi vesh po duhet kam me kon. Po mani more se shkon kjo. Kush duhet të propozohet sipas teje, zotëri Musa? Kush duhet të jetë? Duhet mu propozue dikush që vjen pe i botës tortit, kulturës, edhe që s'është partijak. E dyta, nuk mundet opozita me blokue pozitën i cili i ka dikun 7-8 deputet ma shumë se 8-3 subjektet zvashku. A i ka vetëm vetën edhe me blokue nuk mundet, se pi blokojnë vullnetin e qytetarit të Kosovës. Bravo të qoftë, s'po të njoh kush je nderuar, po respekt maksimum. Se na kemi një opozit me të vërtet të çmendurisht. Sepse një parti mi pas gjithë ta deputet, mi pas 53 deputet, e 57 më herët, edhe më që më bloku. O du të me kon njeri smut, o du të me kon jo normal, se për ndryshë s'ka kuptim. Ty, për relacion, s'po një kush je, po e kini respekt për me respekt madh. Nëse populli këta i ka denue 3 herë me humbje, do me thonë 3 herë kanë humb, atëherë çka dojnë këta mo? Jo 3 herë nderuam, po 30. 30 herë me dalë zgjedhë, 30 herë ka me mbujt. Me qëtë opozit që e ka, Albin Kurti, që veç e gjujnë gurë më shefin dorën, edhe i kanë 3 Gjerma më shef mas tyne, e ka shumë problem. Shkojnë a miqë. Sa mendoni se do të zgjidhet presidenti? A do të 3 herë ka fitu, Oluar, 3 herë ka fitu, 3 herë kanë humbë. Çka po dojnë mo? Let trusin, let rinë të bojnë forumin, let marrin pjesë me një figurë që mundet me konë konsensuale për 8 onë që thash në orë për botës tortit ose shkencës ose ka plot shqiptarë sa dush, mirën ndeshme, që ja dojnë të mirën këti veni, po çfara mushja sar bakrasi po shut në enin menju. Sa ndaj shumë për kuën tuaj, zotëri Musa. Unë Ramush, unë nuk u shpreja kaq eger, po edhe populli e ka po vetë që thash më herët Ramush për me arë, për me konë president e kryeministër, normal, logikisht, do të me konë një historik. Do të me konë kogja i mirë. Jo, qysh, po bojmë qka duk ha, tash po edhe po duk president më viktimizu, valla, ha problem. Pro, inshallah, zgjedhësh suksese, unë nuk kom kurrë kundër personale me ty, absolut. Kështu që mi që dashër, zoti i rujt, mire po shumë vite radhës. Respekt për se cilën.